Në nëntor do të mbahen zgjedhjet në 5 nga 6 bashkitë, kryetarët të cilëve kanë ndërzuar mandatet për shkak të kandidimit si deputet, janë ndërhequr ose janë shkarkuar. Nëse nuk do të kishte një vendim të gjykatës kushtetuese që do të pezullonte dekretin e presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë, atëherë pas rreth një muaji, edhe në bashkinë më të madhe të vendit, qytetarët do të zgjidhin kryebashkiakun e ri, pasuesin e Erion Veliajt, i cili prej 10 shkurtit 2025 ndodhet në arrest me burg pas kërkesës së SPAK. Zgjedhjet më 9 nëntor do të mbahen në Vlorë, Berat, Tepelen, Cerrik dhe Mat, ndërsa në Tiranë do të pritet se çfarë do të ndodhë në seancën e 31 tetorit në kushtetuese, e cila do të vendosë lidhur me ankimimin e kryebashkiakut të shkarkuar Erion Veliaj. Ky i fundit ka goditur procesin e shkarkimit, që u dirigjua nga kryeministri Edi Rama nga data 11 shtator deri në ditën kur Këshilli i Ministrave vendosi largimin e Veliajt nga zyra e kryebashkiakut, pas propozimit të Këshillit Bashkiak, ku këshilltarët socialistë dhe demokratët bashkuan votat si rrallë herë. Pavarësisht nga vendimi i kushtetueses, do të mësohet nëse Tirana do të shkojë në zgjedhje të pjesshme të parakoshme, apo Erion Veliaj do të mbetet kryebashkiak, pavarësisht se ndodhet në burg prej 8 muajsh. Por ajo që tërheq vëmendjen është fakti se Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, në 4 nga 6 bashkitë ku janë shpallur vakancat, ka mbështetur kandidat të pavarur, përveç Tiranës, ku Berisha zgjodhi të mbështesë aktorin Florian Binaj, që nëse do të mbahen zgjedhje do të garojë përballë Gerta Manastirliut dhe Arlind Qorit. Të njëjtën skem Kreu Demokrat ka zgjedhur edhe në bashkitë e Vlorës, Beratit, Cerrikut, madje edhe në Mat. Të gjithë kandidatët që mbështet janë të pavarur, të paktën të deklaruar si të tillë, me përjashtim të Tepelenës, ku kandidati i zyrtarizuar ka qenë pjesë e strukturave të PD-s. Megjithse nuk ndodh për herë të parë që një subjekt politik mbështet kandidatura të pavarura, ajo që tërheq vëmendjen është fakti se kjo po ndodh në shumicë, pra në 5 nga 6 bashkitë ku janë shpallur vakanca, apo në 4 nga 5 njësitë ku në 9 nëntor do të mbahen zgjedhjet, bazuar në dekretin e presidentit të Republikës. E ndërsa për Tiranën u duk sikur kandidimi me një emër të pavarur ishte një imponim nga aleatët e PD-s apo parti opozitare që në 11 maj ngaruan jashtë koalicionit me demokratët, Berisha përgjithsoi skemën duke i dhënë mbështetjen kandidatëve të vetshpallur si të pavarur. Në Vlorë vendosi të mbështesë kandidaturën e Dionis Sotas, i cili para se të zyrtarizojë nga PD, mori mbështetjen e Adriatik Lapaj të Shqipëria Bëhet, një skemë ngjashme si në rastin e Tiranës, ku Florian Binaj u mbështet fillimisht nga Lapaj dhe ishte Berisha që vulosi vendimin për kandidatin zyrtar. Në Berat Berisha mbështet kandidatin Pavlo Shkarpa, sërish i shpallur si i pavarur, edhe pse në 2019 synoi bashkinë përmes Bindjes Demokratike, një parti që u krijua si pasojë qefmbetjeve apo përçarjeve në PD-n, që drejtohej nga Lulzim Basha. Në Cerrik është mbështetur mjeku Amarildo Hoxha, edhe ky si kandidat i pavarur, por në dallim nga Vlora, ai nuk ka mbështetjen e Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj, që ka zyrtarizuar një tjetër kandidat. Për bashkinë e Matit, Berisha ka mbështetur Eduard Mbrahlika, me profesion avokat, i shpallur si i pavarur, duke kompletuar kështu ekipin e të pavarurve, që në 9 nëntor do të synojnë të drejtojnë bashkitë ku do të mbahen zgjedhjet e peshme. E gjithë kjo lojë apo skeme Kreu Demokrat ka ngritur shumë pikpyetje, që nisin nga ajo që nuk dëshiron të regjistrojë humbjen e radhës elektorale, deri te fakti se PD ka pasur të vështirë të bindë figurat e saj, qoftë edhe lokale, për të kandiduar në bashkitë ku ka zgjedhje. Kjo të paktën u pa në Tiranë, kur shumë nga emrat që shiheshin si kandidat potencial refuzuan të garojnë, dhe duket se shpëtimi erdhi nga propozimi që në Tiranë opozita duhet të mbështesë një kandidaturë të pavarur për të thirrur sa më shumë vota. Duke se kjo ishte ajo që interesonte më shumë Berishës, në situatën kur nga brenda pati refuzime për të hyrë në gardë, ai i pa të pavarurit si gomon e shpëtimi. E para në rast të humbjes, fatura do t'i jepet kandidatit, por edhe qeverisë që manipulon procesin. Dhe e dyta goditet ideja që shpesh artikulohet për emra jo politik, që duhen mbështetur si një mekanizëm për të thithur votat e elektoratit gri dhe për të shtuar mundësinë e një fitore jo opozitare. Në rast të rezultati pozitiv, s'ka nevojë për komente, pasi secili do të rrëmbejë suksesin, ashtu si kundër ndodh gjithmonë. Të paktën nga zhvillimet e deritanishme, ajo që dihet është se 4 nga 5 bashkitë që mbështeten nga Berisha janë të pavarur. Madje mund të regjistrohen si të tillë edhe në fletën e votimit, ndërsa PD dhe aleatët e saj mund të krenohen vetëm me Tepelenën, ku kandidati është pjesë e strukturave të partisë më të madhe opozitare.